pas një lot o në përmale, në përkotra, janë kanë pleqe fmi nga botra, e la flaket ty baroti, Kriste pushka si shkret moti o Së kam betur pas nishë, as janë me votën, drita spiq, por s'lodhen dota s'për një jetë, as për këtë botë se tretes me to si të grana, as në kodime, qatë martive, Që ta me hypë net, nëse ka mundësie. Krejt net qëto? Që ta me hypë në shkollë. Ju lutem pa afrohet garda kombëtare dhe në shenjë respekti kisha një lutë që të ngritin këmbë derisa të vendosen. Faleminderit mund të.
Të nderuar pjesëmarrës, ju lutem që në emër të Këshillit Organizativ, me 1 minutë heshtje t'i bëjmë dorimet të gjithë dëshmorëve të dyjakës dhe në kënd Kosovës, si dhe të gjitha viktimave të rënë në luftë për qëllim kombëtar. Lavdi! Me lejoni që në emër të Këshillit Organizativ të fshatit Dujak dhe në emrin tim personal të përshëndes familjet e dëshmorëve të fshatit Dujak, si dhe të gjitha familjet e dëshmorëve anë kënd Kosovës. Përshëndes invalidët e luftës lirimtare, si dhe të gjithë pjesëmarrës në këtë luftë. Përshëndes trupat mbrojtëse të Kosovës, përfaqësuesit e UNMIK-ut, të KFOR-it dhe të shërbimit policor të Kosovës. Përshëndes përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, përfaqësuesit e strukturave politike, si dhe të gjithë pjesëmarrësit në këtë tubim. Në emër të Këshillit Organizativ dhe në emër të gjithë juve që jeni të pranishëm në këtë manifestim, përshëndesim të liruar nga burgjet serbe, si dhe në të njëjtën kohë urojmë që sa më parë të lirohen të burgosit tjerë shqiptar dhe të dihet për fatin e të zhdukurve. Tani me lejoni që të ftoj për fjalë ish komandantin e shtabit lokal të fshatit Dujak, zotrin Rok Luli. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës, të nderuar oficer dhe ushtar, të nderuar udhëheqës të strukturave politike. Ju përshëndes përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj. Njëherët me lejoni që në pika të shkurtra para jush të paraqes veprën e lavdishme të dëshmorëve nga Dujaka rënë në luftë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Veli Adem Noci, i lindur me 29 dhjetit 1968 në Dujak, ra heroikisht në Koshare me 23 katrit 1998. Blerim Ram Januzaj, i lindur me 9 shtatit 1968 në Dujak, ra heroikisht në Koshare me 23 katrit 1998. Nikol Mhill Dodaj,
I lindur me 21/1966 në Dujok, ra heroikisht në Koshare me 11/5/1999. Krist Mark Përvorfi, i lindur me 15/6/1966 në Dujok, ra heroikisht në burgun e Dobravës me 22/5/1999. Beslim Muharrem Aliaj, i lindur me 15/6/1970 në Dujok, ra heroikisht në Glogjan me 26/5/1999. Që nga ditja e shpalljes së kushtrimit në Glogjan, në Dujok filluan organizimet dhe përkrajet e parezervë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Në prill të vitit 1998 u bën rekrutimet e para në radhët e ushtrisë çlirimtare, ndër të parët që rrokën armët ishin edhe Velinoci dhe Blerim Januzaj. Velinoci, njëri ndër organizatorët e parë, mori mbi veten një detyrë shumë të rëndë, furnizimin me armatim. Për një kohë shumë të shkurtër, arriti që në Dujok numri i ushtrisë çlirimtare të rritet në 15, të cilët vendosen që në udhëheqjen e Velinocit të marrin rrugën për në Shqipëri nga do të sillnin armatim për vete dhe për shokët e tyre. Por se, 23 prilli ishte udhëtimi i fundit për Velin dhe Blerimin. Në këtë ditë të kofshme, pasi ktheheshin me armatim nga Shqipëria, së bashku me trimat nga Reshi dhe Sllupi, në Koshare ran heroikisht 20 dëshmor nga këto tri fshatra, ndërta edhe Velinoci dhe Blerim Januzaj. Heroizmi i Velis dhe i Blerimit në Dujok shtoi për një kohë shumë të shkurtë numrin e ushtarëve të ushtrisë çlirimtare në mbi 70. Mirë po vështirësitë e luftës, sikurse edhe në shumë fshatra të tjera, kapluan për një kohë edhe Dujokën. Njëri ndër ata që nuk mundi të pajtohet me këtë dhe të veshtroi për së largëti që Nikol Dodaj. Nikola nuk mundi që të bëjë një jetë të qetë, të lirë në Zvicër, në kohën kur populli i tij po masakroi, në kohën kur populli i tij po kalonte ditët më të vështira të historisë. Nikola la jetën luksoze në Zvicër dhe ju bashkua ushtrisë çlirimtare me të vetmin qëllim, për ta çliruar Kosovën, për t'ia falur jetën dhe gjakun Kosovës. Ra heroikisht në betejën e lavdishme të Kosharës me 11/5/1999. Flaka liridashëse në Dujok nuk shuhej për asnjë moment. Aktiviteti ushtarak i Krist Përvorfit që mjaft i madh gjatë luftës. Përgatitja e tij ushtarake bëri që t'i sillte dëme të mëdha armikut. Guximi dhe vetmojimi i tij bënin që disa herë të gjendet në sprova të vështira me armikun. Me datën 19/11/1998 kapet në Pefasin nga ushtria serbe dhe dërgohet në burgun e Pejës e pastaj në atë të Dobravës, ku edhe vritet nga urdhit qetnike me 22/5/1999. Spastrimin etnik të Kosovës nuk mund të pranonte kurrësi Beslim Aliaj, i cili për një asnjë moment nuk ju shmang luftës për liri, në asnjë moment nuk u larguan nga Kosova, që njëri ndër ushtarët më besnik të ushtrisë çlirimtare, deri në momentin e vdekjes. Ra heroikisht në njërin ndër betejat e shumta të Glogjanit me 26/5/1999. Heroizmi i këtyre dëshmorëve bëri që ne sot të gëzojmë lirinë e pritur me shekuj. Gjaku i tyre bëri që në Kosovë të gjendet e tërë bota. Dhan jetën për të qenë të pavdekshëm, dhan jetën për të na dhuruar lirinë, dhan jetën që familjet e tyre të jenë krenar për jetë e mot, dhan jetën që trupat e mbrojtëses të Kosovës të rriten e të forcojnë radhët e tyre si një ushtri e rregullt dhe e përgatitur, që në të ardhmen të jenë të gatshëm në çdo kohë ta mbrojnë atë dheun e tyre të larë me gjakun e dëshmorëve. Dhan jetën që politika shqiptare një herë për gjithmonë të jetë e bashkuar për të udhëhequr popullin drejt pavarësisë së Kosovës, sepse kjo është e vetmja rrugë
të cilën ata e deshen dhe për të cilën u flijuar. Duke qenë i bindur se vepra e dëshmorëve flet më shumë më tepër bile se kjo që thash unë deri më tani, në emër të Këshillit Organizativ dhe në emër të Dujakës, ju përshëndes të gjithëve për pjesëmarrje. Lavdi të gjithë dëshmorëve që ranë për liri. Lavdi. Të nderuar pjesëmarrës, me lejoni që me 2-3 fjalë të përshëndes të gjithë ata që patën mundësi dhe për kontributin e tyre që dhanë gjatë luftës dhe pas luftës. Falenderoj të gjithë ata që në çfarëdo forme e ndihmuan ushtrinë, në çfarëdo forme që ndihmuan luftën. Por do kisha mbetur shumë borxh nëse nuk falenderoj posaçërisht doktor Paleken, i cili në Dujak, i cili në të gjitha territoret ushtarake ishte ai i cili jo vetëm që dha shërbime mjekësore, por dha dhe një kontribut shumë të madh në sjelljen e medikamenteve mjekësore për Ushtrinë Shërimtare të Kosovës. Njëherët falenderoj familjen e Bajram Aliajt nga Dujaka, në të cilën për një kohë të gjatë ka qëndruar shtabi lokal ushtarak në Dujak. Falenderoj të gjithë bashkëdhëtarët tonë, ku dhe që gjenden, por në veçanti ata që jetojnë dhe punojnë përkohësisht në Zvicër dhe Gjermani, për kontributin e tyre financiar që kanë dhënë gjatë luftës, por edhe për kontributin e tyre që kanë dhënë edhe pas luftës, sepse ky lapidar i ngritur këtu, i mbuluar në petkun e flamurit, është vepër e tyre, është vepër e djerës dhe e mundit tyre. Ju faleminderit. Tani ftoj që fjalën ta merr komandanti i Gardës Kombëtare, Avdyr Mushkolli. Të nderuar familje të dëshmorëve e martirëve të kombit, të nderuar veteranë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, oficer dhe ushtar të Ushtrisë së Kosovës, të nderuar të pranishëm. Me rastin e zbulimit të lapidarit të dëshmorëve të kombit, luftëtarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, Velin Noci, Lerim Januzaj, Nikol Dodaj, Krisper Vorfi dhe Beslim Aliaj. Në emër të të gjithë oficerëve dhe ushtarëve të zonës së tretë të mbrojtjes, pranoni përgëzimet tona me të sinqerta. Ju familjarë të dëshmorëve, shokë e bashkëluftëtar, duhet të jeni krenar që patët bijë të tillë që i dolën zot Kosovës në ditët më të vështira, duke bërë që flamuri kombëtar sot të valoni lirë. Dëshmorët e kombit, me sakrificën e tyre treguan se më shumë e duan atë vend se jetën. Ata ja falen gjakun Kosovës, për të hyrë në historinë e kombit shqiptar si dëshmorë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Heroizmi i dëshmorëve të Dujakës dhe të gjithë dëshmorëve të tjerë do të mbetet i paruar ndër breza. E një gjë të tillë, edhe dëshmorën më së miri, edhe ngritja e lapidarit të këtyre dëshmorëve si dëshmi e luftës së lavdishme dhe shërimtare, në bazamentin në të secilin është vendosur pavarësia e Kosovës. Lavdi u qoftë të gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi luftës së lavdishme të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Lavdi. Tani me lejoni që ta ftoj për një fjalë të shkurtër zotëri Don Franën, famultari i kishës së Eosel. Të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara struktura politike e Kosovës,
të nderuar ushtarak, kur sot kremtojmë dëshmorët, lypse që të gjithë për një qast të ndalemi para vektes dhe të pyesim veten, cila është detyra e jon e shenjtë sot pas gjakit të derdhur që u iti këtë tokë shqiptare. E përgjigja kishte me qenë dhe është që porosin e tyre ta qojmë në vend, që të bashkohen të gjitha forcat politike, ushtarake, intelektuale, përparimtare, që të ndërtojmë gjakun e tyre, pavarësinë e Kosovës. Edhe Zoti që të gjithë ne do ta çmojmë e në gjakun e tyre do ta ruajmë lirinë që shtrejt e kemi paguar, që do ta ndërtojmë paqen të cilën dëshmorët na dhuruan, që do ta ndërtojmë tolerancën qytetare, po dhe atë politike, dhe që në këtë pikpamje do të ndërtojmë pavarësinë e Kosovës, e cila është detyrë e shenjtë e jona. Ata me ndërgjegje, me përgjegjësi e kryen detyrën ndaj kombit. Në ne është detyra që të ndërtojmë pavarësinë në gjakun e tyre për të mirën dhe të ardhmen më të mirë të bitë dhe bijat e shqiptarëve, qytetarëve të Kosovës. Lavdi dëshmorëve të kombit. Ftojmë për fjalë zotëri Jasa Driu, i posaliruar nga burgjet serbe, që të përshëndes këtë manifestim. Të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuarit udhëheqës politike ushtarak, e nderuara trup mbrojtëse e Kosovës, të nderuara motra e vëllezër të këtij manifestimi përkujtimor. Me lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të të gjithë të burgosërve shqiptar të sapo liruar dhe në emër të atyre që ende përmbahen nëpër kazamatët serbe, juve të gjithëve që jeni këtu dhe gjithë popullit shqiptar të Kosovës dhe me gjërë, të gjithë shqiptarëve në trojet tona dhe në diaspor, t'ju shpreh ngushëllimet më të thella për dëshmorët, për viktimat, për gjitha dëmet e shkaktuara nga lufta, e njëkohësisht t'ju shprehim urimet tona për lirinë e fituar me gjakun e djemve tanë. Të gjitha zemrat e deshtën lirinë, e liria e deshti gjakun e djemve tonë. Shëmbëltyra e të gjithë dëshmorëve, viktimave dhe etrimave të gjallë që luftuan për lirinë e Kosovës, e që sot po luftojnë për lirinë e të gjitha trojeve shqiptare, ishte, është dhe do të mbetet realitet historik. Kujtim i paharrueshëm tek i gjithë populli, tek njerëzit përparimtar dhe tek ata që ishin dhe mbeten përkrahës të forcave të luftës, duke filluar nga qëndresa heroike e komandantit legjendar Adem Jasharit, trimërin dhe luftën e pa shembull të legjendës së gjallë të Rafshit të Dugaxhinit, Ramush Haradinajt, si dhe meritat e shmushme të udhëheqësit të drejtorisë politike Hashim Thaçit. Emrat
e tyre me respekt do të shënohen në historinë e kësaj treve, në historinë e Kosovës e më gjërë. E deshtën popullin dhe tokën e Kosovës më shumë se jetën e tyre. Luftëtarët nuk do të harrojnë kur luftën e kaluar, për cilën liria ishte ideali dhe gjëja më e shtrenjtë. Kështu, duke e kujtuar të kaluarën dhe luftën e ushtrisë lindtare të Kosovës, mund të ndërtojmë të arenë me lehtë dhe të shpëtojmë nga vendnumërimi, nga ngatrimi, nga çorientimi, mbase edhe nga degenerimi. Nga gjithë ajo që lehet të zhduket në heshtje dhe në kalim, që tretet në tym e bie në vorbull, është për ne dënim. Një vetdije e tillë na sjell si dihatje, na shtyn përpara, i jep ngjyrën dhe orientimin e duhur jetës sonë. Lavdi trimave të luftës, lavdi dëshmorëve të këtij fshati dhe me gjërë dëshmorëve të Kosovës. Ju falenderoj. Ftoj për fjalë nën kryetarin e Kuvendit të Komunës së Gjakovës, zotëri Haxhi Kamberin. Familjar të dëshmorëve, trupa mbrojtëse të Kosovës, pjesëmarrës të nderuar të këtij manifestimi. Kam nderin që në emër të Kuvendit Komunal të Gjakovës të përshëndes këtë ubim, i cili po mbahet në përgjithore të rënjes së 5 dëshmorëve të fshatit Koshar, të fshatit Dojak. Jemi mbledhur sot këtu, ashtu siç po mblidhem çdo ditë, për të përkujtuar e rikujtuar veprat dhe sakrificën sublime të dëshmorëve tanë. Vepra e tyre, guximi i tyre, trimëria e tyre dhe gjaku i tyre na sollen lirinë. Dhe unë mendoj se vepra e djemve të Dojakës, e djemve të Dugaxhinit e të Kosovës, është thirrje dhe amanet për të gjithë ne, për të punuar, bashkëpunuar e bashkëvepruar, për të ndërtuar idealet e tyre për ndërtimin e një Kosove të lirë e të pavarur. Unë mendoj se të gjithë ne bashkërisht duhet të punojmë në këtë drejtim dhe vetëm atëherë mund të themi se ne e kemi realizuar idealin dhe amanetin e të gjithë dëshmorëve të Kosovës. Lavdi të gjithë djemve dhe vajzave që dhanë jetën për tokën dhe lirinë e Kosovës. Ju falenderit. Tani për fjalë ftoj zotëri Ibrahim Pepshin, i cili do të përshëndeste pranishmit në emër të familjes të dëshmorëve. Të nderuar trupat të mbrojtjes së Kosovës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, me lejoni që në emër të familjeve të dëshmorëve të ju përshëndes të gjithë që jemi të buar për të përkujtuar travjetorin e rënjes së bijve tonë në luftën për liri. Njëherit ju falenderoj për pjesëmarrje në manifestimin e zbulimit të lapidarit të 5 njerëzve më eminent të fshatit tonë, Velinocit, Blerim Januzajt, Nikol Dodajt, Krist Përvorfit dhe Beslim Alijajt. Nga vetë fakti që armiku gjithë ka tentuar të na mbajë në kthetrat e saj barbare, me dhunë na shtyti që t'i lëshojmë trojet tona të lindjes, t'i braktisim tokat atërore, me dekadat e tëra na ka detyruar që qindra mijë shqiptar t'i marrim rrugët e botës.
Këtë e spjegon vetë historia që luftat e pandëprera të armikut na mësuan që liria dhe të drejtat nuk falen nga armiku, por fitohen me gjak dhe shumë sakrifica. Ai gjak, i bive ton, e bëri që flamuri shqiptar të qëndroj qetë dhe i lirë në vatrat tona shqiptare. Të gjitha këto sakrifica, të gjitha këto persekutime nuk kanë mundur të kalohen gjithmonë në heshtje. Dhe ne është dashur që të përgjakemi patjetër me armikun shekullor, që me luftë të realizojmë aspiratat tona të ligjshme. Prandaj, lufta e ndezur në Dugaxhin e udhëhequr nga ish komandanti i zonës operative të rrafshit të Dugaxhinit, Ramush Haradinaj, bëri johon të madhe në Kosovë dhe fitoi përkrahen nga shumë djemë të Dugaxhinit, që vunë pushket në krah së bashku me 3 shkronja të arta që simbolizuan ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Atëherë, ishte dhimbje e madhe kur derdhe gjaku i dëshmorëve, që ai gjak përzihej me lotët e nënau dhe të fëmijëve që mbeten jetim. Por, ajo dhimbje dikushme sot u zbërthya në kranari. Ata lot hidhërimi, sot janë lot gëzimi, kur shofim që sot e tutje, për bitë ton, do të fol vetë historia, histori e pashuar e kombit shqiptar. E sot, jemi krenar, mburrimi që nënat tona, lindën, rritën djemë që i ballafaquan tytat e pushkëve me armikun shekullor. Është krenar, e gjithë Kosova, që krenaria përmban ndërimin e vetës son, përmban kënaqësinë e superioritetin e saj, përmban e përsinë ndaj të tjerëve. Edhe brezat që vinë do të ndihen krenar, kur historia do t'ju interpretoj që dikur baballarët e tyre flijuan jetën për t'u asjell të shtrenjtën liri. Liri që është e lidhur thellë në gjakun e dëshmorëve tonë. Liria nuk është dhuratë e armikut, por është dhuratë e ushtrisë çlirimtare e Kosovës, që me luftë ngriti dhe zgjeroi idealet tona dhe i realizoi aspiratat tona kombëtare. Që në Kosovë, një herë për gjithmonë të dominoj demokracia dhe pavarësia e Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës, kam nderin që në emër të familjes të dëshmorëve të ju falenderoj për pjesëmarrje, ku pjesëmarrja juaj ndëron dëshmorët e kombit, ndëron ushtrinë çlirimtare të Kosovës e në këtë rast ndëron familjet e dëshmorëve. Në radhë, kam rastin që në emër të familjes të dëshmorëve ti përshëndes të gjithë bashkëdhëtarët që gjenden përkohësisht në botën e jashtme e posaçërisht në Gjermani dhe Zvicër, për përkrahen dhe kontributin që dhanë gjatë luftës dhe pas luftës për ngritjen dhe ndihmesën e lavditarit të 5 dëshmorëve të fshatit Dujak. Lavdi dëshmorëve të Kosovës, i lehtë ju qoftë dheu i Kosovës. Ju falenderit. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të Këshillit Organizativ të këtij manifestimi, kanë ardhur një mori telegramesh për gëzimi dhe ngushëllimi. Do të veçoja më në fund disa prej tyre për me lejoni që t'ju shkoj me radhë. Telegram ngushëllimi vjen dhe për gëzimi nga vëllai i dëshmorit Velin Oci, Mensur Oci nga Suedia, nga fshati Racaj, Maznik e Popoc, bashk adhëtarët tanë nga Zvicra, Gjermania, Franca, Holanda, Luksemburgu, Suedia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dega e Partisë Demokratike Deçan, Dega LDK Gjakov, Dega AKS Hereq dhe Qendres në Smolic, familjet e dëshmorëve Hereq, dajet e dëshmorit Kris Përvofi nga Kurakoci, në emër të familjarëve të dëshmorëve në Degës së AKS të fshatit Skivjan, fshati Madanaj, Dega AKS, fshati Popoc, familja e dëshmorëve Abdullahu. Telegram na vjen në emër të dëshmorëve dhe familjeve të fshatit Batush, shoqata e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Gjakovës, Dega në Gjakov, nga bashkëfshatarët
e fshatit Skivjan dhe familjet e dëshmorëve të këtij fshati. Komanda zonës së tretë të trupave mbrojtëse të Kosovës, komandanti Avdyl Mushkolej, kryetari i Aleancës për Ardhërinë e Kosovës, zotëri Ramush Haradini, të cilën do ta veçoja me tekst komplet më vonë. Kuvendi i komunës Gjakov, shoqata e invalidëve të luftës Dega Gjakov, drejtoria e arsimit Dega Gjakov. Do të veçoja 3 nga këto telegrame. Në ndërkohë kërkoj falje, një telegram na vjen nga shërbimi policor i Kosovës, Dega në Deçan dhe Gjakov. Ju falenderojmë të gjithë për telegramen dhe ju kërkoj që 3 nga këto telegrame t'i veçoj me tekst komplet. Telegrame që na vjen nga ish komandanti i rrafshit Dugagjinit Ramush Haradini, tani kryetari Ardhmërisë së Kosovës në Prishtinë. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuara familje të dëshmorëve. Në këtë ditë kur po kujtojmë dëshmorët e kombit, më të dashurit tuaj, pranoni konsideratën time të thellë për kontributin tuaj që dhatë që Kosova të jetë e lirë. Edhe dyjaka, pra djemt e saj, u rreshtuan në radhët e ushtrisë lirimtare dhe fuqizuan ushtrinë tonë të lavdishme dhe luftën e saj. Familjarë të nderuar, u ftoj për qëndres dhe kurajo, ashtu si ditët dhe qëndruat në ditë më të vështira. E përjetshme qoftë lavdia dhe respekti për të rinjt dhe familjarët e tyre. I juaj Ramush Haradini. Telegram na vjen nga bashkëdhetarët tanë që përkohësisht jetojnë në Zvicër, Gjermani dhe vendet e tjera, ne kemi veçuar njërin nga ta. Të nderuar vëllezër dhe motra, në këtë ditë prilli të tubuar në këtë bregore pranë shkollës fillore, që është drita e pasardhësve tonë, në emër të gjithë bashkëdhetarëve që gjenden përkohësisht në botën e jashtme, e posaçërisht në Gjermani dhe Zvicër, përcjellni përshëndetjet e vëllezërve, përshëndetin familjarët e dëshmorëve, trupat të mbrojtëse të Kosovës dhe të gjithë pjesëmarrësit në këtë tubim. Së bashku me familjet e viktimave, ndajmë pikëllimin, solidarizohemi me ndihma financiare kudo që të jetë nevoja. Kemi përkrahur dhe përshëndesim luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që e bëri që populli i Kosovës të marrë frymën e lirë në trojet tona. Betohemi si vëllezër, se gjaku i dëshmorëve nuk do të shkojë kot. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, përshëndes këshillin organizativ të këtij tubimi dhe përshëndes të gjithë personat që kontribuan për ngritjen e këtij lapidari. Telegrami vjen nga kryesia e klubit Dyjaka në Zvicër, i nënshkruar nga kryetari i saj Sulejman Arifa, i cili enkas ka ardhur për këtë manifestim gjithë të pranesh. Një përshëndet, një telegram tjetër, më falni, na vjen nga fëmijët e dëshmorit Velinoci. Telegram përshëndetës. Fëmijët e dëshmorit Veli Ademnoci nga Dyjaka, Raimonda, Kamberi, Kemajli, Gjerani dhe Tahiri, të cilët gjenden përkohësisht në Gjermani, dërgojnë këtë telegram përshëndes për të gjithë pranishmit. Të dashur familjarë të dëshmorëve, të afërm dhe pjesëmarrës të tjerë, në këtë ceremoni, ne pamundësi që të marrim pjesë direkte me rastin e ngritjes së pllakës përkujtimore të dëshmorëve të Dyjakës, ku përveç të tjerëve në këtë pllakë figuron edhe emri babait ton, Veli Ademnoci. Ne fëmijët e tij vendosëm që t'ju përshëndesim juve të gjithë pjesëmarrësve, me këtë rast ju të cilët do të rritni më shumë madhështinë e ceremonisë së ngritjes së kësaj të këtij, lapidari. Për të bërë kështu të pavdekshme dëshmorët e fshatit, të cilët lirisë dhe adheut ja falen gjën më të shtrenjtë jetën. Këtë liri tani do ta gëzoni ju, ne dhe bretësit që do vinë pas nesh. Prandaj, ju kishim lutur që të qëndroni kokelartë
dhe krenar që patë djem të atil e ne prind të til që ditën të luftojnë për lirina dheut të tyre. Lavdi babait ton, lavdi të gjithë dëshmorëve të tjerë. Me këto telegrame të ndëruar pjesëmarrëse mbyllin thjesha pjesën e parë të këtij manifestimi. Do kalojmë në atë pjesën e dytë që përnder të këtij manifestimi kem përgatit një program modest të shkurtër me disa pika recitime dhe këngë. Programin do e hapim me 2 poezi nga nxënësit e shkollës fillore fanore në Dujak. E para mban titullin Te varri i dëshmorëve, do recitoj Elizabeta Përvorfi, nxënëse klasës e dytë, ndërsa poezia e dytë titullohet Babi im dhe reciton Fëmia i dëshmorit Blerim Januzaj, flamur Januzaj. Ande. Për bivar, zjatë të dhëmshme nga syri lëshon. Gjama ljotë janë përbashk, zemra nënës, donë të plas. I vetë me djanë me keqë dhue, as të erdhe keqë për muhe. Humbe jetë e mbylle shtepin, shka me vynë jetë pa ty. Po ta dëshirë të fjojnë, e në liri të martojnë, por ti ke luftri, dha jetën për liri. Në vend nëna të këndoj këngën, vite varri e mësoj gjëmen, për liri dhe vatan, në një qytë që në bab, edhe pse në lenë vetëmi, të qafti letë pra dhe u ty. Babi im dëshmor, 3 vite kaluan, shumë vite do të shkojnë. Për ty, o bab i dashër, gjithmonë do të mendojnë. Mallkuar qoftë e dorë që pushkën ta dritoj, të vrav, të lak, në pitok, as me dhej nuk të mbuloj. Zgjohu, gë ëndër, se fëmijët për të presin. Zgjohu, gë tokë e mallkuar, se liria në erdhi. Këngë për dëshmorët. Paraqitet grupi i fshatit Dujak.
Shëndet me këngë, i mirënjohuri Zeç Kuqi. Se a
tjera, shoj vestima qeni, si kur hera tjera, si kur hera tjera. Kur unë u tha se jashive mali, kam një gjuhe një adle, se atër mura Akil Ramadani, në shtat laget e rupe, në shtat laget e rupe. Oso kukën dolat majet mali, desha ditën botën, se unë jam shqiptari, se unë jam shqiptari. Nga Anglia e Mari, fleteti Durrani, sopra e shqiptari, nderi i Balkani, nderi i Balkani. Kur unë u tha se jam so shqiptari, se kjo pos me shikon drejt, se atëher mora trivat e Jashari, dhe Kosova mu do shkret, dhe Kosova mu do shkret. Vazhdojmë me 2 recitime. Jena titullohet Lavdi dëshmorëve, recituar nga Leotre Malia e nxënësi klasës së dytë, ndërsa e dyta duke dalur nga ëndra. Reciton Fllenza Knushi. Qielli është zënë, zogu nuk ti të rënë, çdo çështë e eshtur, koshaja gjmën. Me 23 prill ishte motivlik të rinjët edukacinit në ranë e prit. Topa e plupa u lëshua me njerë, dojë që katari të rinjët në rëmpeu. Disa vrabe plupa në balë, por disa masakruan ashtu të gjallë. Në malet të koshajes u dishu krisma, luret e pranferes na i skuqën trima. Nuk ju thibet as paketa, pra me vdek për 30 veta. Përsëri ju keni hyrë në vargjet e mia, jo që kujtimin e padlëksisë bët për diqëmëri. Përsëri ju e një këthyrë në mesin e të gjallëve, për të na bërë njërin më të bukur. E ndjeni, e shihni, pas ka ardhur pranvera, me lule vjolca, me lule të bardha. Pas kanë pushuar gjemimet e maleve me trima. Me s'podigjën shtëpit, po ndërtohen, s'me trem me heshtja e ditës, as me trishton zhurma e natës. O, Zot, pas kanë vjetur si fëmi, pa mi prishur kushëndrat. Pas kanë bërë gjumin e pabër, kur për 2 vjetë me se hapër, prisja vdeken dhe pëja plane për vdekje më të shpejt. U zgjuan nga gjumi të mbetur i gjallë, u kthyen dikut edhe për te Atlantikut. Vetëm ju të fjeturit e përjetësis nuk u zgjuat kur. Zgjahuni, zgjahuni, zgjahuni se unë ngriten nga gjumi. Ku janë njerëzit? Pse heshni? Mos valla ëndra. Jo, më mirë të shtu. Unë e di, atëherë kosharja që ngjyron së kuq. Trima të tradhtuan, trima të vran. Mos sot sa shumë lule prilli. Po kush i pari? Zgjonin nga kjo ëndër, ti thuhet të vritësh, ngreu dhe na pri veli.
Nuk ka vdekje po marrë hak, ko sharja prap kërkon gjak. Në përjetësi, edhe një shpirt e pashtra dhitur në mesin e trimav, dhe pyeta. Ti Nikol, e marrë hakun e velis, po të vlerërimit? Tani, filini të qetë, nga dalë po zgjohesha nga kjandër, apo gjemimet e mbidur bravo më tonin me fuqi. Jo, mos i vritni, janë shqiptarë, jo, Kristen, mos të lutem, mos e merë në shenë. Kam javë dhemdje, e vradi velin nuk o fali, s'di asgjë për vlerimin, Nikola mori hak, mos e vrani dhe Kristen, mos një vrot zoti, jeni pak për ka shumë vdekje, mos ne vrani njerëzit. Doja të dilja nga ndra, sa shumë doja të zgjohesha, po s'ko sharës dhe të braves, por nuk zgjohesha do, në rati shumë për në gjunje, edhe ti beslim, ja po për baba, mos të lutem, mjafton velia, lirimi Nikola Krista, edhe ti duhet, unë e di që dhe ta janë shumë, po me di që i pali, syt, duart, shpirti, po di janë nga ndra e përgjakur, ndra e lavdis, vetëm ju nuk u zhuat kur, sa të jeni në qdo kënd, në qdo vërd, në qdo lule të pavdekshme. Motra dëshmojt Velinoci, Hidajet e Miftari.
Veshtra ton lapidar. Suzana Froka i nxënëse klasës 8. Pse u ndove? Pse ndove gjagja im beslimi? Pse nuk vjen edhe i herë ta bëjmë bashkimin? Pse u ndove për në thënë lam të mirë? Djali i të vogël, oh bab, ka fillu të thirë. Atje në atish kur shkove me luftu, bihte bijat Kosovës m'jash liru. Me ushtrije kam tu i luftu, kur të mori plumbi ty, unë dje qyqja tu i kukot, në mori një ushtor, që ishte me të vëllau në pik të por. Gjemaj qeli, u dredh toka, le i mori gjithë Evropa. A pat kush mi dëshru plaget, a pat doktore me ta pështu jetën, a thua ishi i rritur, a thua ishi i jetur, i lodhur shumë, njuse në kalen të re, të mbuluar nga zia, por ajo do të jetë krenare, që pat burë për këtë tokë shqiptore. Me 26 prill, vitin 99, do të shënoj histori e vërtet. Me 26 prill, i mbush 2 vite, e të zbulua pllaka, e në këtë pllak, djali i të vogël do të thras. Bab, zgjahu një herë, shikoja Kosovën sa bukur është berë. Aja vjeshka është lërë me gjak, lule do të qelin gjyrë gjaku, sepse për flamur në u dërë gjaku. Kur u këthujem nga Shqipëria, menduam se të gjenjë të gjallë, por në thanë gjagja i të kërvdekur, por zemra ime ishte djegur. Nanas, nuk kemi muajtur me i tregur, sepse zemra kishte në shumë. Me atë pushk në dorë, rove si la dëshmorin. E vërtet ishte vdekja, me rasi kurizi, në zemrën ti me qenka. Fjallat ngushluese, e lehë të qoptot, dykja vdekje kuqe. As një qas nga fronti, beslim sytë si largove, në të tyrë të ushtris, shpirtin të ka lëshu. Peste lindur të një fshoti, për atë o dërë gjoku s'bashku, ratë në muajnë prillën 18, latë fëmijet jetiva, e gëzofshin këtë jetë liri. Tash po përfundoj këtë poezi, dëshmorve të kombit ju qoft lavdi. Nëna, babalar, në përvjetorin e bijve tuaj, mirë se keni ardhë. Bije tuaj, si në vijë të frontit, edhe sot janë të parë, por kësaj radhe shëndrisin, balha për një lapidar. Vlezër e motra, a nuk jeni të gjithë krenar, me lotën e faqe si margaritar? Edhe djeli, tani ngromë shumë se me parë, me vepre në vëlezërve tonë, bije tuaj advetar. Ishin këta të pest, më 10 rashok të tjerë, që solën liri, që solën pranverë. Guximi se cilit i letzohet në balë, për të thyrë kufirin, shqiptar o shqiptar. Arma u burroj, në luft ishit parë, heroizmi juaj, soli bashkimin kombëtar. Gjdo pëllëmbe kësaj toke, haron gjaku ka, për ta ujitur fitoren, dhe të pavdekshëm me i ba. O tokë dardane, që 2000 vite radha si lufte nuk ndale, për ta bërë Kosovën një Shqipëri të madhe. Themelet i ke të lagura me gjak,
Gjak, gjak, gjak, që korbi zi, i Karpatëve mbi ty, Kosovë, Drenic, Dukaqin, Dujak, kurmet mos krokas. Nëna, babalar, heju vlezër, heju motra, heju nuse, fëmijë tanë, mos qani se shtratonë sot do bën lapidar. Ju lutem, ngritni kokat dhe për rënjën ton, qëndroni krenar. Edhe në fund, sa po në arritja një telegram nga Norvegjia, dërguar nga djali Aqës e dëshmoj Besim Alia e Rëshat Alia, e falenderojmë. Tani me lejoni që në emër të Këshillit Organizativ të ftoj Zotri Ilmira Edinaj dhe komandantin e gardës Abdyl Mushkullaj që të bëjnë zbulimin e lapidarit të 5 dëshmorëve nga Dujak dhe pas zbulimit të lapidarit të gjitha ata që dëshirojnë kanë mundësi të bëjnë homazhe para lapidarit dhe të vendosin kurorë. Dhe për në fund, edhe një përshëndetje të veçantë për të gjithë juve. Dhe ftojmë të gjithë mysafirët prezent që të kthehen prapë në lokalet e shkollës për një koktejl të shkurtër dhe modest të përgatitur për këtë manifestim. Ju faleminderit dhe mirë pafshim manifestime të tjera. Një, qosh, shpejt. Shpejt qosh. Shty pa këtë mirë, shty në matë. Shty me thonë. Shpejt, pa shpejt.
Alors, t'as vu le Tokyo? لا ما رضاش يطلع مع الساعة. ولا بس Nicole, ti, fai. Qui sta pronto. E regolare una cosa.
Me laguna pak të rima së ne për ka bëjmë. Jo më bërë, së ne i këta shkojnë gjinja. O leni poshtë, se s'ka dhe. Poshtë aty, ha, pa leni poshtë. Albina! Hadi что, кошелек. Lutem vllazërimit që të shkojnë në fakt të shkollës, mikrofon Treça.
Hajde tash të ty. Pa drekull tash. Familja L'amor, zile. Ju tjeta. Hade shumë atë këta shumë do? Shumë. Hade pishtuit pisposhtë dhe në Pa qa më... Që duan të mëne? Buja me një qoshë. Dhe që ta grosle. Ej, shoni që të shkonë mas në Let's go.